Ku, pa thoj mamit ku të dhëm ty ku bllokohesh? Qarë të dhëm ati? Të merret fryma? Mëso më shzita? Atëherë, rrath parë njerë faleminderit që më gjende pranë në këto momente. Kalvari Miços dihet, është shumë i gjatë me jetën e tij, është një fëmijë që ka lindur me sindromën Down, e bashkëqëruar me probleme në zemër, me probleme në stomak, me shumë probleme. Miço në datën 22 qershor ka qenë në Tiranë, ka ikur në gjendje kritike nga Gjirokastra, e cila atje domethënë nuk pretendoja që fëmia im të kthehesh prapë në jetë. Vuajtëm shumë gjatë gjithë kësaj periudhe. Dal me sukses nga Tirana, fal mjekëve që ishin në sanatoriumin e Tiranës që janë shumë të gatshëm, shumë më janë përgjigjur në çdo moment. Vim në Gjirokastër, ndërkohë që Miço ka një rutinë 15 ditore, 1 mujore që duhet të vizitohet tek një oftalmolog, te kardiaku, edhe të bëj dhe një lloj analize që quhet astrubi për oksigjenin, sepse i ulet oksigjeni. Ndërkohë dije që problematika më e madhe e imja, vete e vizitoj te pneumologja, e vizitoj edhe te kardiaku, i bërëm dhe ekon e zemrës, dhe vete për t'i bërë astrubin e analizën e gjakut që i bëhet për uljen e oksigjenit. Siç e shikon dhe vetë mund ta shikosh, që është me 2 lloj aparatura që i vë gjatë natës. Jam një nën që nuk e mbyll syrin kur për atë fëmijë, asnjëherë. Ati e shikoj do me thënë çdo një orë dhe natën se merr frymë apo s'merr frymë, ndërkohë që oksigjeni ulet dhe i ri me aparat në gisht me oksimetër. Mirë po, dje, vemi në pranim që një doktoresh, Ana quhet. Emrin? Ana quhet, dhe i them për t'i bërë këtë në mënyrën që sa vajtëm nuk mu përgjigj në moment, ishte duke folur në telefon, dhe as nuk i bëri përshtypje që qej një fëmijë i tillë. Nuk ma ka dhënë shërbimin e duhur, ndërkohë, mbas saj shkoj tek drejtori i spitalit që e lajmëroj. Më thot, do t'i bëjmë një rekomandim të brendshëm, ndërkohë që s'ka nevojë për rekomandim të brendshëm, sepse sëmundja e tij dihet. Unë vajta në pranim kërkova ndihmën e shpejtë për oksigjenin e fëmijës tim. Që nëse atij kishte më të ulët se ç'duhet, mund ta vënin në oksigjen. Ti jepte ndihmën e shpejtë, ajo nuk ja dha. Kam qenë shumë e qetë prap, e hëngra për brenda gjithë atë të doktoreshanës, nuk i ktheva asnjë lloj përgjigje. Bisedova dhe me drejtorin e spitalit, i dha urdhër që merre shikoje, sepse ai nuk është kaq kompetent, domethënë në mjekësi. Ana prap kaloi atje. Mund ta thuash me emër me mbiemër të lutem. Ana Llukani quhet. Ajo nuk i dha asnjë lloj shërbimi, kam pritur rreth 40 minuta mbrapa saj, asnjë lloj gjëje, kam marrë djalin dhe vetëm 2 fjalë kam thënë. Nëse fëmia im pëson gjysonte, ti do mbash përgjegjësi të plotë, sepse po vi kërkoj ndihmë në spital dhe ti nuk po më jep shërbimin e duhur. Që të hash kapriço me një fëmijë të tillë nuk ka logjik dhe sens, nuk e di. Janë nëna vet, as janë nëna vet nuk e di. Po është turpi shqiptar që të hash me një fëmijë me sindromin Down. Është turpi më i madh. Nuk i kërkoj asnjë gjë më tepër. Thjesht i kërkova një analizë astrubi për t'ia bërë. Si kërkoj ndonjë gjë tjetër, ajo me atë indiferencën e saj nuk bëhet. Për çfarë nuk bëhet? Nuk e di se ku e kishte mllefin apo se ku e kishte atë sikletin që të hahesh me atë fëmijë. Nuk di çfarë të them, nuk kam fjalë. Dhe i tha drejtori, i tha do t'i bësh rekomandim të brendshëm. Ndërkohë unë isha me fleta, madje i kam të gjitha këtu, se si ka qenë gjendja e djalit tim, se çfarë duhet të bëj djali im, i kam të gjitha, madje një dosje të gjithë. Se çfarë duhet bëj dhe sa herë duhet vizitohet. Se nëse unë nuk ja bëj këtë analizë djalit, çdo 15 ditë apo mund të jetë raste domethënë dhe të rënda që ai mund të mos i ngrihet oksigjen gjatë gjithë ditës, dhe ajo analizë bëhet çdo gjysmëor që i kontrollohet. Ajo nuk e mori. Përsipër. Para 22 qershorit, kur djali u nis në gjendje të rëndë, e kam çuar një javë më përpara 22 qershorit,
Ka qenë kjo në turn, nga ora 12 i natës deri në 11 paradite, i kanë thënë lajmëro pneumologe, ndërkohë që djali im mbushesh me pika, sepse nuk i funksionon të oksigjeni në tru. Mbushesh me pika të kuqe në fytyrë, thoshte e ka nga shtrëngata, nga cila shtrëngata, se koll s'kishte, që i blokuar, i nxiesh buza, i nxieshin dhe gishtat, nga pjesa e zemrës dhe e mushkërive. Asnjë reagim, i kanë thënë lajmëro doktoresh Teutën, ose nëse ti jo tha se është e shtun, nuk mund ta lajmëroj. S'ka logjik, spitali unë nuk di se ka pushim. Asnjëherë në raste të tilla. Kur më vonë pastaj nuk e di se kush e lajmëroi doktoresh Teutën, erdhi dhe doktoresha më shpërgjigju në momentin e dur dhe më tha, numrin tim e ka një gjirokastër e tërë, si ka mundësi që nuk e ke ti, se ti je më problematike me këtë fëmijë dhe duhet ta kishe. Doktoresh Teutën e vizitoi, më dha mjekimin e dur, kemi dalë nga spitali, doktoresh Ana asnjë reagim. Dhe nuk e di dhe nuk e kuptoj se ku e ka mlefin me fëmijën tim. Se di ku e ka mlefin me fëmijën tim, s'kam fjalë. Ju ka rastisur një sjellje e tillë kaq indiferentizmi? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Çdo doktor në spitalin Omer Nishani të Gjirokastrës më është përgjigjur për miqon që mos t'i përmend, nëse mund t'i përmendë me emra. Si do duash? Që nga doktor Beni, që nga doktor Igli, që nga doktor Çeti që ma shpëtoi në 22 qershor, që nuk kam fjalë, që nga doktoresh Georgina, doktoresh Asim janë përgjigjur, doktoresh Danieli, të gjithë më janë përgjigjur për djalin. Kjo nuk e di se pse. Si ta merr mendja ti, pse e ka këtë lloj? Nuk e kuptoj, s'kam fjalë, nuk e kuptoj pse e ka këtë lloj. A duhet të jenë mjek të tillë në sistem? Absolutisht jo. Unë di që këta mjek, kur mbarojnë shkollën, fakultetin e mjekësisë, di që bëjnë një betim, që duhet të jenë shumë human me njerëzit. Ndërkohë që kjo nuk është as humane dhe as njerëzore. Mjek të tillë, kaq arrogant, ndoshta kjo ka ndonjë problematik tjetër, i do gjërat private, por në një fëmijë të tillë nuk mund të bëjnë gjërat private. Siç e përmenda edhe pak më parë, kalvari i miq është shumë i gjatë dhe njihet që në QSUT që kur ka lindur, dhe gjithë mjekët e Tiranës e njohin. Tani në moshën 18 vjeç e njëjtën dhe fati i tij që arriti deri në sanatorium dhe e njëjtën dhe ata mjek që qenë nuk kam fjalë falenderuese për mjekësinë e Tiranës, nuk kam fjalë falenderuese. Atëherë i bëj thirrje ministres të shëndetësisë të parës, duhet marrë masa urgjente, sidomos se nuk është vetëm rasti i fëmijës tim, ka dhe shumë raste të tjera që nuk dalin në pa. Ndrojtena, nuk e di sepse, ka shumë lloje sëmundjesh si djali im, dhe ministria duhet i vëj pak më në pak këto gjëra të këtyre doktoraturave, se si duhet të funksionojnë. Jo, ta thash pak më parë që këta bëjnë një betim, që duhet të jenë human. I bëj thirrje Ministrisë të Shëndetësisë, i bëj thirrje organeve kompetente të marrin masat, i bëj thirrje gjithë mjekëve që të hedhin syt dhe nga këta fëmijë, se dhe këta janë të njëjtësine, pavarësisht se janë me aftësi të kufizuar, po jemi njerëz mbi të gjitha. Kjo mjeke është një mjeke për mua, personalisht si prindi këtij fëmije, është një mjeke arrogante dhe kjo nuk e meriton atë vend të punës. Ndaj ja bëj thirrje jo një herë, po 100 herë Ministres të Shëndetësisë të marrë rrugën nga Tirana dhe të vinë në Gjirokastër dhe të përballet me mjeken, me këtë që ka bërë këtë. Dhe mami ta shikojmë një çik oksigjen. Të të qoj mami prapë të Tirana që të shërojnë. Dakor? Je i lumtur tani? Bravo, kthej kokën, shikoj një çik mami. Jemi trim apo si jemi trim? Ha? Bravo, Miki, je trim. Do shëroj djali? Po. Bravo. Do vemi në shkollë? Bravo.